28 komuna në rinumërim, shkak manipulimet. Gjatë ditës së sotme kemi pranuar raport nga procesi i drejtashëm i rinumërimit të vendvotimeve nga komuna të ndryshme të Republikës së Kosovës që po zhvillohet në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Komisioni qendror i zgjedhjeve me vetë iniciativë ka zhvilluar procesin e verifikimit të rezultateve zgjedhore nga disa vendvotime dhe pas kësaj ka marrë vendim për rinumërim të fletvotimeve në 914 vendvotime. Sipas vendimit të KQZ-s, në 10 komuna do të bëhet rinumërimi të gjitha vendvotimeve, ndërkaq për 28 e tjera vetëm 10% të vendvotimeve. Ky proces është në zhvillim e sipër. Vendimi i KQZ-s është ndërmarrë me qëllim të garantimit të saktësisë rezultateve zgjedhore dhe për të siguruar që vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës të regjistrohet dhe të reflektohet në mënyrë të saktë, ashtu siç është shprehur prej tyre në fletvotime. Sipas raportit, nga vendvotimet e rinumëruara në qendrën e numërimit dhe rezultateve, rezulton se pas rinumërimit në QNR janë zbritur nga rezultati 36.007 vota për kandidat, të cilët u ishin regjistruar atyre në QKN. Po ashtu, pas rinumërimit u janë shtuar 20.978 vota kandidatëve, të cilat nuk ishin regjistruar sakt në QKN. Ndryshimi në numrin e votave të kandidatëve pas rinumërimit tregon se procesi i numërimit të votave të kandidatëve brenda subjekteve politike ka pasur pasaktësi. Analiza numerike e veçon komunën e Prizrenit si rastin më ekstrem. Pas rinumërimit në QNR të komunës së Prizrenit janë zbritur nga rezultati 29.343 vota për kandidat, të cilët u ishin regjistruar atyre në QKN të Prizrenit. Po ashtu, pas rinumërimit u janë shtuar 16.366 vota kandidatëve, të cilat nuk ishin regjistruar sakt në këtë QKN. Megjithatë, në komuna tjera të rinumëruara nuk vëren dallime të mëdha në votat e kandidatëve. Ndryshimet përfshin gabimet eventuale të regjistrimit të votave të kandidatëve dhe shtimin e votave si rezultat i rivlerësimit të fletvotimeve të pavlefshme, por në vendvotime të caktuara janë evidente ndryshime më të mëdha të disa kandidatë.